çfarë nuk shef e çfarë nuk ngjan njeriu në këtë botë. Sot ishte një lajm që unë e pash në Facebook dhe mund të jetë ndoshta i rrem, përdesë se di të vërtet nuk desha as ta përmend emrin dhe as t'jam së emrin. Por një deputete e zgjedh me votët e Partisë Demokratike, me votuesit demokrat, e nominuar e emëruar pra në listë nga Partia Demokratike, ka vendosur në parlament që mos të bashkohet asnjë grupi opozitar, as PD-s, por të rrisë si kandidate pavarur. Edhe këtu për mua është problemi i madh i kushtetutës që kemi ne. Një kushtetutë e bëm nga, më duket me kaq defekte sa ka, po edhe të mos ketë shkelin me komod, apo e bëm jo në mënyrë profesionale. Pse? Sepse kushtetuta e lejon një deputet, mos i zgjidhet nga partia, emërohet nga partia, merr votet e votuesit e saj partie, që të shtojë asaj partie një karrike në parlament. E ka të drejtën që të tradhtoj, e ka të drejtën të devijoj, që s'duhet të ketë. S'duhet të ketë sepse ti nuk kandidove si kandidate pavarur dhe populli nuk dha ty votën si kandidate pavarur dhe ti mashtrove në radhë të parë partinë tate që të besoj ty një vend, një karrike në listë, një ashtu, edhe populli që është i djathtë për shembull, edhe ka votu për ty. Ti je njëri pa moral, ti je njëri pa etiket, pa ethics. Mirë po ligji është me ty, sepse ligjet të tilla bashkë për bazuke kemi ne. Një kushtetutë ndoshta në qoftë është kështu, që duhet ndryshu me çdo kusht. Pra, edhe një herë, deputetët kanë të drejtë të tallen me botën, të tallen me votuesit shqiptar, të tallen edhe me partitë që emërojnë, edhe kur të hynë atje të bëjnë ç'të duan ata, sikur ishin kandidat pavarur. Ti në qoftë se doja të ishe kandidate pavarur, dilje si kandidate pavarur. Unë këto njerëz i quaj njerëz pa fytyrë, njerëz lapanjoz, njerëz mirë, po problemi është se ligji i mbron ata, se kushtetuta nuk e përndalon këtë gjë. Sa më gjoka ju për shtet.